Përshëndetje miq të nderuar të ekranit të televizionit Bojnë, mirë se takohemi së bashku në emisionin Profesion. Faktikisht sot jemi vendosur në Universitetin Donja Gorica në Podgoricë, ku kemi ardhur për të vizituar një ndër studentet e shkëlqyera, e cila vërtet ka spikatur, dhe pikërisht për këtë arsye ajo që 5 vite është dhe asistente në këtë universitet. Por jo vetëm asistente, ajo bën edhe shumë çka tjetër, gjë për cilën neve do i mësojmë gjatë intervistës tonë në vazhdimsi. Ashtu që natyrisht ju ftoj ta ndiqni dhe ta dëgjoni me shumë vëmendje të ftuarën tonë Majën Junçaj. Maja, mirë se të gjetme. Përshëndetje Fedra, faleminderit shumë për ftesën që të jem pjesë e emisionit tuaj dhe mirë se keni ardhur në Universitetin e Donja Goricës. Atëherë Maja, unë siç edhe sapo përmenda, faktikisht ju që 5 vite ushtroni profesionin e një asistente pranë këtij universiteti. Atëherë do doja të na përshkruani të rolin e asistentit në universitet. Cili është roli konkretisht i juaj? Po, si që thatë edhe ju vetë, jam asistente, do me thënë bashkëpunëtor në Universitetin e Donja Goricës që 5 vite, që nga viti 2019, basi që përfundova ato studime themelore, u pyeta nga ana e rektorit universitetin që se doja të vazhdoja karierën time, gjë që më gjithçef e pranoja, sepse kjo është një ambient që është shumë frymëzues, posaçërisht për student, kështu që vendosa që marrësi që përfundova ato studime themelore të vazhdoj karierën time këtu, dhe normalisht basadej vazhdova edhe shkollimin, dhe me thonë studimet master e tjera, kështu që tani jam asistente konkretisht në 2 lëndë, janë pyetje ekonomia dhe zhvillimi, dhe sipërmarrja dhe inovacioni, kështu që po jam shumë e kënaqur këtu më do të them, dhe përpos se jam asistente, jam gjithashtu dhe të them e kyçur angazhuar në administratën kryesore të universitetit, do me thënë gjithçka që ka të bëjmë organizime, me evenimente, me shumë gjëra tjera, janë mbi këqyrjen apo mbi organizimin e kancelarisë aty ku punoj unë. Cilat janë ato përgjegjësitë kryesore të një asistenteje? Mendoj se ato përgjegjësitë, përpos që normalisht ato hulumtimet rreth me temat, me mbledhjen e materialeve, me vetë ligjëratat dhe ato përgatitje që vijnë para dhe pas ligjëratave, ato janë edhe kyçe, mendoj se janë kyçe, përpos atyre gjërave faktikisht gjithçka që ka të bëjë me komunikimin me student, me bashkëpunëtor tjerë, me profesor tjerë, me asistent tjerë, ato janë gjëra kyçe që mendoj se bëjnë një asistent të dy. Unë do doja të dija se si ju faktikisht i menaxhoni detyrat tuaja të përditshme si një asistente, dhe sa e vështirë është që ti menaxhoni gjitha ato? Gjën më kryesore që çdo student i ekonomisë e mëson është ai faktikisht menaxhimi i kohës, sepse koha është një resurs i cili kur nuk kthehet, koha kur kalon nuk mund ta kthejë mbrapa, kështu që shpërndarja e duhur e kohës mendoj se është kyçe. Duhesh të bësh një balansim mes jo vetëm së jetës private dhe jetës profesionale, por duhesh të bësh edhe balansën mes të vetë ligjëratave, të punës administrative e tjerë. Çfarë sfidash ke hasur në punën tënde dhe si ke ka përsyer ato? Sfidat janë të shumta si në çdo punë, në çdo profesion, domethënë, por mendoj se sfida më e madhe është faktikisht ajo që thash edhe më parë, menaxhimi i kohës. Si të arrij që të jem e përkushtuar edhe ndaj punës administrative, edhe ndaj punës me studentë, sepse sado që ka puna administrative është e domosdoshme, por në anën tjetër duhesh të jesh i përkushtuar maksimalisht ndaj rolit që ke si asistent, që të jesh i përkushtuar ndaj studentëve dhe ligjëratave. Unë do të pyesja dhe sa i përket gjuhës. Ka qenë sfiduese për ty gjuha, duke qenë se ti 12 vite me radhë ke mësuar në gjuhën shqipe dhe menjëherë vazhdove studimet këtu në gjuhën malazeze dhe sapo i përfundove, mora dhe ftesën që të vazhdosh siç edhe the karrierën tënde po këtu. Definitivisht ishte sfiduese, posaçërisht kur ja nisa se siç the vetë mbas 12 viteve duke mësuar në gjuhën shqipe, ai tranzicioni direkt në gjuhën malazeze, sado që mendon se e din gjuhën malazeze kur vjen në një atmosferë ku gjithë flasin atë gjuhë dhe i gjitha terminet me të cilat ti je mësuar, tani ndëgjon dhe dosh t'i kuptosh në një gjuhë tjetër është definitivisht sfiduese, por praktika, definitivisht praktika, gjëja që më ka ndihmuar mua më së shumti ishte leximi i librave në gjuhën malazeze.
dhe me thënë ta ushtrosh gjuhën, të shoqërohesh edhe me studentë që nuk janë shqiptarë, që ta ushtrosh në atë mënyrë gjuhën sa më mirë. Gjithashtu, normalisht më do të përmendi se kisha një mbështetje të plot nga gjithë bashkëpunëtorët e mi, kështu që ato sfida, nëse jeni një atmosferë si qisha unë, ato te i kaluhen shumë lehtë. Atëherë unë të doja të pyesja dhe të dija natyrisht se cila pjesë është më e vështirë, pjesa administrative apo pjesa me studentët? Të dyja janë sfiduese në mënyrë të tyre. Mendoj se puna administrative kërkon që të përkushtohesh më shumë aty në detajeve. Edhe pse ndoshta kur thon punë administrative, gjithmonë mendojmë se është një punë ndoshta monotone e tjetër, po është e domosdoshme. Është e domosdoshme si për shembull përgatitja e kurrikulës, si materiale, tekstet për ligjërata e tjera, por atëherë kur është në pyetje puna me student, mendoj se ajo është më e vështirë sepse kërkon që të jepësh asaj punën 100%. Definitivisht, duhesh të jesh i përkushtuar 100%, ti kuptosh ato kërkesat e studenteve, edhe duhesh të jesh i investuar emocionalisht 100%, kështu që mendoj se është më vështirë kjo pjesa tjetër. Cilat aftësi janë më të rëndësishme për të qenë një asistent i suksesshëm për gjithë ata të cilët ndoshta do ju ofrohet edhe atyre një mundësi e tillë siç pate fatin ti? Mendoj se menaxhimi i kohës. Menaxhimi i kohës, përkushtimi i plot, do të jesh i përkushtuar, ti kuptosh nevojat e studentëve, dhe mendoj se duhesh ti shikosh studentët si një individ. Studentët nuk mund t'i shikojmë si një grup njerëzish, duhesh të përkushtohesh çdo studenti në mënyrë individuale. Dhe mendoj se ato janë gjërat shumë më rëndësi nëse dikush ka dëshirë të bëhet asistent. Normalisht vinë edhe ato gjëra tjera, menaxhimi i kohës, përkushtimi ndaj detyrave që bën, shumë tjera. Si organizon aktivitetet dhe ngjarjet që ndodhin në departament? Përmendet që je kyçur edhe kur keni aktivitete, duke qenë se keni vërtet aktivitete të shumta, dua të di pak më shumë në lidhje me këtë pjesë, rolin tënd. Ashtu është, domethënë puna në grup është kyçe. Më do të përmendi se ne në Universitetin e Donja Goricës e zhvillojmë në projekt i cili ka emrin Ideja dhe Karakteri. Është i zhvilluar 3 vite të gjitha studimeve themelore pa marrë parasysh se cili fakultet është në pyetje. Për atë që nuk din, Universiteti i Donja Goricës i ka 12 fakultete dhe më shumë se 25 studime themelore, programe studimore, të them, dhe kështu që gjithë ata studentë janë të domosdoshëm të marrën pjesë në këtë projekt. Çka na mundson ai projekt? Domethënë ata janë nga një fakultet të darë në grupe që kanë 5 deri në 7 antarë. Nuk njihen, ndoshta njihen mes vetit, dhe sfida është që ta prezantojnë një temë cilën e kanë në mënyrë sa më kreative. Pse jam duke përmendur këta? Sepse ato janë gjitha disa situacione që të ndihmojnë për të përgatitur për atë punën profesionale që do ta bësh ti pas studimeve. Po. Edhe më duhet të them se ai projekt më ndihmoi shumë, sepse kisha raste të punoja me kolegë, me studentë cilët nuk donin të bashkëpunonin, apo studentë cilët nuk i njihja, dikush nuk ishte dakord me mendimet e mia, apo unë nuk isha dakord me mendimet e dikujt tjetër. Dhe gjitha janë këto sfida që na presin në jetë reale nesër. Dhe në fund, mbasi këtyre përgatitjeve e kishim këtë prezentim në një ditë ku ne prezentoshim përpara kolegëve të tjera fakulteteve, jo veç të kolegëve të mi, por të tjera fakulteteve, para juris i cili kishte 3 antar, u bëshin shumë pyetje, shumë komente, kështu që gjitha ato diqysh gjatë studimeve me kanë ndihmuar që të jem shumë me përgatitur për këtë jetë reale në punën time në universitet. Por gjithmonë është mirë që të kesh bashkëpunëtor cilët duan të bashkëpunojnë me ty, të kesh bashkëpunim dhe komunikim të mirë me kolegë e tjerë, dhe siç thellët ti vetë, ne jemi të kyçur në organizimin e shumë evenimenteve, shumë seminareve, konferencave, jo veç në kuadër të universitetit, por edhe jashtë universitetit, dhe me që jam edhe hulumtuese e re
në këtë universitet, punoj në shumë projekte jo veç nacionale, por edhe në rajone më gjerë, janë tiparet të cilat i kanë fituar gjatë studimeve të cilat më ndihmojnë në punën që bëjnë sot. Po, atëherë neve do shkëputemi Maja shumë shkurt për të ndjekur faktikisht disa sekvenca të cilat vërtet Maja në të cilat ka qenë e pranishme, e kyçur pranë aktivitete në evente të shumta të cilat janë realizuar me shumë sukses në Universitetin Donja Gorica. Ti ndjekim dhe rikthehemi për bisedën tonë në vazhdim. His unique journey from jazz musician to film producer and back to jazz with a Grammy nomination demonstrates his dedication and creative vision across industries. Today, he embodies the spirit of innovation and dedication, balancing two Miq të nderuar, jemi rikthyer, natyrisht ndoqëm disa sekvenca të aktiviteteve të shumta të cilat zhvillohen pranë Universitetit Donja Gorica dhe pjesë e së cilave është edhe asistentja Maja Junçaj, e cila është edhe mysafire e emisionit Profesion për këtë javë. Atëherë Maja, pyetja rradhës do ishte, është vështirë faktikisht të punoni në një mjedis akademik? Sa vështirë është për ty të jesh në mesin e njerëzve të cilët janë të një rangu të themi të lartë, të njohurive, diturive, njerëzve të arritur, njerëzve të shkencës? Nuk mund të them se është vështirë,
sepse mjedizin e cilin punoj posaçërisht në Universitetin e Donja Goricës, mundohet të them se është një atmosferë shumë frymëzuese, gjë për cilën jam shumë krenare që jam pjesë këtij mjedisi akademik, për arsye se shpresoj se unë do të jem frymëzuese ndaj kolegëve që na vinë për çdo vit të ri, sepse ky është një mjedis i cili të shtyn të shkosh përpara. Të përballosh gjitha sfidat cilat të jepen, jo veç në karrierë, por edhe në jetë të përditshme. Mendoj se është një gjë shumë e rëndësishme që çdo rol apo çdo punë cila bën ti ofroj këto lloj të them sfidash, sepse të bën edhe më të fortë, të bën që të shkosh përpara, të punosh në vete, të investosh në vete, dhe me të vërtetë është një mjedis shumë frymëzues. Si mund të kontriboni ju në zhvillimin e kurrikulës në universitet? A keni ju të themi një rol të rëndësishëm në këtë pjesë, apo nuk kyçeni fare? Kyçemi, më shumë se kyçemi, sepse për shembull me që jam, siç thash, vetë asistente në lëndën ekonomia dhe zhvillimi, më duhet të them se është një lëndë e cila është e obligueshme për më shumë se 8 apo 9 fakultete në kuadër të UDG-s. Do me thënë, janë pyetje 600 deri në 800 student në vit. Kështu që ajo që ka shumë sfiduese, por edhe domosdoshme është që të përshtatemi aty në temave që janë duke ndodhur aktuale, që janë aktuale, dhe gjithashtu edhe teknologjive, sepse tash jemi të njohur se AI është shumë prezent në jetën e përditshme, kështu që mundohemi ndiqysh që të kyçim gjitha në procesin e mësimdhënies, sepse tani është shumë sfiduese për shkak se jemi shumë të kyçur në rrjete sociale. Dhe vëmendja e studentëve pak a shumë e shkurtër. Tani sfiduese është për gjithë mësimdhënësit, jo vetëm për asistentat, se si ta mbajnë vëmendjen e studentëve në një orë e cila zgjat një orë e gjysmë. Kështu që gjithmonë mundohemi që çdo vit të bëjmë disa risi, inovacione, ndryshime, jo kvize, jo edhe kyçjen e ChatGPT-s, për shembull kishim në orët që i organizuam semestrin e kaluar. Domethënë për të zhvilluar mendimin kritik tek studentët, që mos ta marrin ata që lexojnë ashtu siç është, por ta kyçim pak edhe mendimin edhe kritikën në përgjithësi. Po, ne faktikisht asistentët e kemi të njohur si ata të cilët i ndihmojnë studentët përpara provimeve, apo jo. Dua të di se sa ju jeni në gatishmëri dhe sa ju i ndihmoni studentët përpara provimeve, si u përgjigjeni pyetjeve të tyre, kërkesave që ndoshta ata ju ushtrojnë. E dua të dalem pikërisht tek studentët shqiptarë, ndoshta ata kanë edhe më shumë nevojë për një ndihmë të asistentit. Ashtu është. Mendoj se sfida më e madhe e çdo studenti shqiptar është praktikisht ajo që folëm më parë, ajo është bariera gjysore. Por ne u mundsojmë atyre nëse kanë dëshirë, sepse gjuha zyrtare në kuadër të universitetit tonë është edhe anglisht, gjuha angleze, që të japin provimet në gjuhën angleze. Për shembull, nëse kanë vështirë të japin provimin në gjuhën malazeze, mund ta japin provimin në gjuhën angleze. Nëse kanë vështirë të japin provimin me shkrim, mund ta japin provimin me gojë. Domethënë ka kështu shumë variacione të them që të valetsojmë atyre. Normalisht ne jemi në dispozicion për çdo lloj mënyre, çdo lloj ndihme. Është një gjë e mirë sepse tek ne çdo fakultet ka faqen zyrtare të vet, dhe në kuadër të atyre faqeve çdo student ka faqen individuale të vet. Dhe gjitha materialet e ligjëratave, librat e tjera janë të postuara në ato faqe. Domethënë janë gjithmonë në dispozicion studentëve që të kenë mundësi të mësojnë gjatë gjithë semestrit, e jo veç t'i kapin libra disa ditë, siç thomë ne para provimit. Normalisht konsultime të ndryshme, seriozisht jo veç unë, por çdo kolegi imi mund të them se është në dispozicion të ndihmon në mënyrë sa më të mirë, sa më maksimale. Atëherë do doja të flisnim paksa edhe për studentët shqiptarë. A kanë nevojë ato për ndihmë, shtesë, dhe a gjejnë ata mbështetjen tek ju, dhe sa ju i mirë kuptoni dhe sa i kuptoni duke shkuar nga vetja juaj, jo vetëm për shqiptarët nga
Malësia, nga Tuzi, por edhe ata të cilët vinë nga Ulqini, duke qenë se besoj ka një numër goxha të madh të studentëve shqiptar që vinë edhe nga Ulqini. Ashtu është, si thellë vetë për shkak se edhe unë kam kaluar ato sfida, mendoj se unë i kuptoj edhe më së mirit, më vjen mirë kur le kolegët tjerë kur e kuptojnë se kanë një grup studentëve shqiptar në orët e tyre me pyesin, çfarë mendoj që mund të bëj që të ndihmoj atyre. Kështu që po definitivisht ata kanë sfidë të mëdha posaçërisht vitin e parë derisa ata mësojnë gjuhën, sa ti kuptojnë ato termet e reja, sa të shoqërohen e tjerë, por shpresoj se seriozisht mund ta gjejnë një mbështetje 100% tek unë. Nga një heras nuk jam e vedishme sa kem student shqiptar, unë për shembull i njoh gjithë studentë shqiptar që vinë nga Tuzi, por për shembull nga Ulqini, dhe ata më njëherë kur ndëgjojnë, është një vajzë shqiptare këtu, më vjen mirë kur vinë direkt të më lypin ndihmë apo ndonjë konsultim më tepër apo gjë të tillë. Praktikon gjuhën shqipe me studentët shqiptar? Definitivt. Unë kur dëgjoj dikë se flet në gjuhën shqipe e kam të domosdoshme definitivisht. Bukur, si vlerëson faktikisht ti rëndësinë e punës grupore dhe bashkëpunimin në departament? Si e keni atë bashkëpunimin si kolegë, si staf, por edhe punën në grup? E ke ndoshta më të lehtë të punosh në mënyrë individuale apo në grup? Të dyja kanë benefitet e veta. Më do të thërë ka raste ku më pëlqen më shumë të punoj vetëm individualisht, por edhe ato punë që i kam grupën në bashkëpunim me tjerë kolegë definitivisht i kanë edhe ato të bukurat e veta, sepse si thash edhe më paraj projekti ide dhe karakteri më kanë ndihmuar shumë që t'i përballoj gjitha sfidat kur është në pyetje punimi në grup. Seriozisht ndihmon edhe fakti që kam mes vete kolegë shumë të mirë, të cilat bashkëpunojnë, nuk bëjnë të them ndikime, a jam shqiptare apo jo, dhe më thënë, këto janë gjitha gjërat që më ndihmojnë që detyrat tona t'i organizojnë në mënyrë sa më efektive. Dhe si thash, me që punoj në administratën kryesore të universitetit, gjitha konferencat, seminaret, ngjarjet janë në mbikëqyrje apo në organizaton, kështu që po është më rëndësi të dish të punosh edhe në grup, por edhe gjitha detyrat që i merr në nivel individual ti kryesh në mënyrë sa më të mirë dhe më të suksesshme. Po, a vlerësohet dhe respektohet mjaftueshëm puna një asistenti? Si e ndjen ti veten? Sa vlerësosh? Jo vetëm nga kolegët tu, jo vetëm nga uhesia e këtij universiteti, por në përgjithësi edhe nga njerëzit që të njohin, edhe nga rrethi, nga mjedisi. Sa mendon se vlerësohesh? Në përgjithësi mendoj se vlerësohet, por gjithmonë mund të vlerësohet edhe më mirë, sepse i vlerësojmë profesionit siç është profesioni i mjekësisë apo sportit profesional e tjerë, por njerëzit duhet të kuptojnë se gjithë ata njerëz kanë kaluar në përduart e mësimdhënësve. Nuk them tash vetëm për punë të mësimdhënies në kuadër të një universiteti, por edhe mësimdhënësve që nga kopshti tek shkolla fillore, shkolla e mesme, kështu që mendoj definitivisht se duhet të vlerësohet edhe më shumë. Vlerësohet nga stafi që kam këtu në Universitetin e Donja Goricës, vlerësohet nga rrethina ku jetoj unë, nga familjarët, nga shoqëria, por gjithmonë ekziston ajo shansë që të vlerësohet edhe më shumë. Çfarë ju pëlqen më së shumti në punën që ju bëni? Pra në punën si një asistente e këtij universiteti apo edhe në pjesën administrative. Çfarë më shumë ju tërheq, ju bën të ndjeheni më mirë, të ndjeheni më sigurt? Cila është ajo pjesa? Duhet të them se më pëlqen shumë rolimi që kam në këtë universitet, sepse më pëlqen fakti që kam mundësi të ndihmoj studentëve, posaçërisht studentëve shqiptar, sepse me të vërtetë do të them ata janë të mirë, i kam në zemër, kështu që definitivisht sfidat më pëlqejnë. Asnjë ditë nuk është e njëjtë, domethënë nesër do të jetë një ditë komplet ndryshe nga ajo që ishte sot, dhe ato sfida më bëjnë që ta përfundoj edhe detyrën timen edhe në mënyrë sa më efikase më mirë, dhe definitivisht ajo atmosfera frymëzuese e cila është këtu më ndihmon shumë dhe më pëlqen, për atë fakt edhe jam edhe këtu. Atëherë përmendë për atë fakt je edhe këtu. Faktikisht ti je edhe duke vazhduar diçka të cilën dua ta zbuloj. Je vërtet vajzë e re, por je duke doktoruar. Je duke hulumtuar për të vazhduar doktoraturën dhe jam mëse bindur që ajo ditë do vi shumë shpejt, duke qenë se më kujtohet kur ishe
mbasi që përfundove studimet bachelor, e ftuar në emisionin e televizionit Bojnë dhe ja sot je sërish në një tjetër nivel, në një tjetër shkallë dhe të përgëzoj për gjë. Atëherë, planet, cilat janë të Majes, çfarë po ndodh konkretisht në jetën tënde profesionale përveç se ligjeron, asiston, punon me zemër, shpirt dhe natyrisht plot mend këtu pranë këtij universiteti. Çfarë tjetër po bën? Faleminderit shumë për gjitha fjalët e bukura. Më duhet të them se të njëjtën pyetje më bëre atëherë kur përfundova studimet bachelor dhe përgjigjja ime më bëhet më tani më përkujtova ishte se kam në mendim ta vazhdoj faktikisht doktoraturën. Ja, sot jam nxënëse e doktoraturës, në studimet të doktoraturës në Fakultetin e Ekonomisë këtu në Universitetin e Donja Goricës, jam në vitin e 2, dhe më duhet të them gjë që për cilin jam shumë krenare me vetvetin dhe me punën time se jam edhe fituese e bursës stipendis të Ministrisë Arsimit, Shkencave dhe Inovacionit të Malit të Zi, kështu që shpresoj se do të përfundoj doktoraturën time shpejt, sepse normalisht nuk do të përfundoj aty, do të shkoj më tej, kështu që po, jam studente, jam asistente, jam hullumtuese e re, kështu që po, marr pjesë në shumë projekte, jam duke shkruar artikuj të ndryshëm për gazetat të ndryshme, kështu që po, jam e kyçur maksimalisht. Po, çfarë plani ke? Ku e sheh veten tënde? Mbasi që ta përfundosh edhe doktoraturën, do vazhdosh sërish të qëndrosh po në këtë universitet, apo ndoshta shef edhe veten jashtë këtij universiteti, jashtë Malit të Zi? Unë do dëshiroj shumë që na qëndroje këtu, por nuk e di. Të shohim se edhe je duke lëvizur shpesh herë, ndoshta edhe puna e bën të veten. Definitivist, me që përmenda se jam fituese e kësaj burse të ministrisë, unë do të zyrtarisht do të duhet që gjatë këtij vitit shkoj të punoj në Austri, në Vjenë, për një muaj e gjysmë, ndoshta 2, dhe vitin tjetër do të shkoj në Rom, kështu që këto periulla ku do të jem pak jashtë Malit të Zi, dua ta bajnë edhe eksperiencë edhe jashtë Malit të Zi. Nuk e besoj se do të rri atje tepër gjatë, por sepse normalisht dua të kthehem, por nuk jam kundër asaj gjë që të shkoj disa vite të punoj diku jashtë Malit të Zi. Dhe gjithat eksperiencë ta kthej këtu në Malë të Zi që të ndihmoj edhe tjerëve ti të i kalojnë ato sfida që të jenë më të suksesshëm në punën e tyre që bëjnë. Kështu që po, mbasi që shpresoj shumë shpejt të doktoroj, duhet të vazhdoj edhe në procesin e docenturës, dhe masandej shpresoj edhe për profesor të plot. Maja, unë do doja natyrisht edhe një mesazh drejtuar të gjithë të rinjve, drejtuar të gjithë studentëve, të cilët qëndrojnë përpara teje shpesh herë. Çfarë do ju thoje? Cili do ishte ai mesazhi, cili do ishte ajo porosia? Si të ndjekin ata hapat e suksesit që ti ndoqe dhe arrite? Dua t'ju jap një mesazh cilin u mundoja të jepja edhe vetes kur i mora ato hapat e parë studentore. Ajo është fakti që duhet të shkollohen. Definitivist duhet të shkollohen nëse duan të kenë një jetë të suksesshme. Duhet të jetojnë jetën në mënyrë me shumë avantura, të pranojnë sa më shumë sfida, sepse gjitha ato u ndihmojnë që ti të i kalojnë ato në mënyrë sa më të suksesshme dhe të rriten si njerëz. Kështu që definitivist, normalisht duhet gjithat mirat, por po, definitivist jetoni jetën sa më shumë avantura, provoni, sepse gabime gjithashtu njeri mëson shumë, kështu që definitivist, si me thonë si tomë në malësorët, mos mu me gjamarak, që nuk kanë arritën jetë, definitivist. Investoni në vete, punoni në vete, është diçka që mund është në mënyrë më të mirë të bësh për vete. Shumë faleminderit që ishe pjesë e emisionit Profesion, vërtet një profesion shumë interesant. Jam mëse bindur që do kemi rast dhe do kemi mundësi të flasim me ty edhe në të ardhmen si një vajzë e cila shumë shpejt do doktoroj, por jo vetëm kaq. Shoh që ajo nuk do ndalet, është shumë ambicioze dhe jam mëse bindur që çdo gjë të cilën dëshiron të arrisësh, ti do arrisësh, nga vetë fakti sepse ti je këmbgulse dhe ke dëshirë të madhe për të arritur sukses. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë ju për ftesën. Ishte kënaqësi. Miq të nderuar, faleminderit edhe juve natyrisht që na ndoqët. Unë ju përshëndes këtu nga Universiteti Donja Gorica, ku me mua ishte asistentja e shkëlqyer Maja Junçaj. Faleminderit për vëmendjen edhe një herë. Bashkë mirupafshim.